mu, a di ç'është përputhen? I thasha, do me ta shpjegu, ore prisni, nëse unë jam fajtori, më gjykoni ju e nuk përmendë më fare. I thasha, di ç'a do me thënë përputhen, bëhu këngëtare. Unë do të bëm këngëtare, du të reklamoj biznesin, dyqani, ore reklamoje, ti këtu te unë tashi, ne kishim 11.000 veta live. Ti kete mu 11.000 veta live. Ja pra ku je, trego veten, trego qa goce je, trego qa bën. Qa bën dhe njerëzit tu janë, nuk ka qa duhet përputhen ty. A e di qa është përputhen, i thash për menimin tim. Qa? Sa mashkulli ullet, ik me të shifsha rop se e përputhe dhe ti, o të shifsha motrën pillë, pra na më thonë mashkulli ullet. Për menimin tim, i gocë që shkon përputhen, a e di qa është? Është i gocë që kur rri jashtë përputhenit, ata që shkojnë mrena janë këto goca që shihen me në 50 euro, që shihen për nej Red Bull, për nej xhirët e Cinco, për me nej 2-3 ditë kështu. Për menimin tim janë këto goca që shihen në këtë lloj. Edhe kur shkojnë përputhen, janë prapë po këto goca që shiheshin me 50 euro, tash i shkojnë përputhen rrisin çmimin. Për shembull, e shiti